Spitali Onkologjik e ka përsëri pushim sot e hënë 8 dhjetor. Në rrjetet e mia sociale ka marrë një kërcënim sa i takon asaj çfarë kam bërë në Spitalin Onkologjik. Do ju tregoj diçka e cila më ka lënë një shije të keqe në Spitalin Onkologjik. Raportimet profesionale dhe kontributin e përditshëm në denoncimin e problematikave të rënda sociale, Osman Stafa është vlerësuar nga lexuesit e gazetës Koha Jon si gazetar i vitit 2025. Osman Stafa i përket brezit të ri të gazetarëve që po jep këtij profesioni dimensionin më të rëndësishëm human. Ai nuk mjaftohet vetëm me raportimin standard të ngjarjeve, por sjell përpara publikut në mënyrë reale tragjedit dhe dramat e përditshme të qytetarëve shqiptar. Nuk flet vetëm në parim për fenomenet, por tregon me gisht fajtore dhe arsyet pse mungojnë ilaçet në spitale apo pse institucionet sillen në mënyrë jo njerëzore me pacientët. Angazhimi i tij konstant në denoncimin e skandaleve të trajtimit të pacientëve në spitalet e vendit është një nga shërbimet më të rëndësishme që media po i bën publikut. E nëse gazetarët e tjerë me raportime informojnë apo denoncojnë, Osman Stafa meriton vlerësimin e të gjithëve, sepse me punën e tij ka shpëtuar jetë njerëzish në kuptimin e plotë të fjalës. Osman Stafa është një model që duhet ndjekur për të gjithë gazetarët e rinj. Ku një pjesë e vogël e tij brezi mendojnë se sukses quhet vetëm nëse del në studiet e ngrohta të debateve politike. Osman Stafa u tregon të gjithëve se gazetari i mirë para së gjithash do të thotë të jesh qytetar i mirë dhe të shërbesh njerëzve me punën që bën si gazetar.